Përshëndetje sërish të gjithëve, unë jam Sibora Bitri dhe bashkë do t'jemi në News Hour e nisim këtë hapësirë informative me çështjen kryesore të ditëve që ka mbrëmja e djeshme nga arrestimi i dhëndrit e ish kryeministrit të Berisha, Jamar Bermaltezi, që nga vendosja e Sali Berishës si i pandehur nga ana e SPAK në akuzën e korrupsionit pasiv për vendosjen në sekuestro preventive të disa pasurive të Jamar Bermaltezit dhe për çdo zhvillim të fundit nga Selia Blu në fakt për të parë reagimet cilët kanë qenë në suport ndaj i Zotit Berisha dhe cilët janë ata që ende ose heshtin ose kanë bërë reagime nga më të ndryshme qoftë në rrjetet sociale apo që janë fizikisht në Selim Blu. Dhe për këtë arsye lidhem me kolegen e Sion Ekonomi. Siona, jemi sërish bashkë në hapësirën e News Hour për zhvillimet më të fundit që vinë nga Selia Blu. Ka lëvizje apo ende ka pllakosur heshtja? Situata është e njëjtë aktualisht që flasim, njeriu i vetëm i rëndësishëm në kuptimin e peshës së statut të partisë është Flamunoka. Ai është njeriu me besnikërinë më të palëkundshme ndaj Sali Berishës dhe ai na konfirmon që nuk do të ketë sot mbledhjet e kryesisë së Partisë Demokratike dhe pjesës foltores, ndërkohë që nesër mund të ketë një mbledhje të kryesisë të grupit parlamentar që kontrollohet nga Berisha për të parë nëse do të bashkohet këtu edhe ai grupim që është mes të dyve, pra që është domethënë jo me Bashën më, por në këto momente ka hezituar të jetë edhe pro Berishës. Por do të shohim nesër dy elementë, është me interes nëse Sali Berisha do të vazhdojë të qëndrojë siç tha mbrëm në mesnatë se nuk e njeh këtë vendim gjyqësor për shkak se nuk është dhënë miratim nga parlamenti dhe do të refuzojë të shkojë në gjykatë apo do të provojë të përballet ligjërisht me procese përveç rrugës politike që siç e tha do ta vazhdojë betejën, por sot nuk ka asnjë, po themi, aktivitet në Partinë Demokratike grupimin e foltores, sikundër se do të kemi nesër forume partijake, por këto do të vinë pasi të shikohet me kujdes ecuria e gjyqit të parë të Berishës dhe të Maltezit në gjykatën speciale, një konfirmim i masës sigurisë që parashikohet të mbahet ditën e nesërme. Në vijim ose duke parë ecurinë e këtij gjyqi do të shikohen edhe hape do të marrë Zoti Berisha dhe ata që e mbështesin në dy drejtime për të nisur dhe për të përshpejtuar një plan të mehershëm që e kishin për të shkuar tek baza e demokratëve në çdo qark të vendit dhe së dyti për të parë marrëdhënien me parlamentin me gjas, siç duket të gjitha sinjalet, nuk ka asnjë tentativë përkundrazi ajo që u nis për Komisionin Hetimor duke bllokuar seancat plenare do të ashpërsohet edhe më shumë tashmë që Berisha është vënë në ankuzë zyrtare për korrupsion pasiv dhe ngelet për të parë nëse Berisha do ta bëjë këtë betejë vetëm me Flamunokën dhe me një grup të vogël deputetësh mbështetës apo do t'i bashkohen edhe ata deputetë që janë mes Bashës dhe Berishës, por që janë grupuar tashmë te Gëzmen Bardhi. Siona, në këto kushte, të pyes pak, për zotin në Berisha, do të thënë te kjo pjesë që ai drejton dhe ka nën vete, flas në pozicionin e kryetarit të kësaj partie, pra siç është quajtur vetë ai. Të pyes pak, çfarë bëjnë deputetët për kolegun e tyre për sa kohë ky koleg është marrë si pandehur, pra është nën hetim nga ana e SPAK me akuzën e korrupsionit pasiv? Do të thonë, flas nga ana procedurale, protokolle, çfarë ndiqet? Po. Ka një pjesë nga ata që janë besnikërisht deri në ditën e fundit, sado e errët e dita Sali Berishës, ata janë me të. Kam parasysh tu Flamunokën, Edi Palokën, Luciano Boçin, Edmund Spahon, Albana Vokshin, pa një sër deputetësh që kanë treguar që në ditën më të vështirë Sali Berishës, ata do të jenë për krahati, duke i reflektuar edhe mirënjohjen për kontributin që ai ka në rritjen e tyre politike. Ndërkohë që ka një grup tjetër deputetësh, siç është Gëzmen Bardhi, Zonja Tabaku dhe një listë tjetër deputetësh që janë pak më të rezervuar për të mos i parë gjërat partijake, për të mos parë dhe për të mos e shkuar pas Sali Berishës pa parë çfarë ai ka mbi shpinë, janë më të rezervuar dhe do duhet shohim se kush është më i madh, ky grup i njerëzve që përmbahen dhe edhe dëgjojnë SPAK-un dhe nuk asulmojnë SPAK-un apo këta që shohin SPAK-un si një vegël të Edi Ramës. Kështu që në këtë aspekt nuk ka ndonjë gjë për të bërë nga ana procedurale, thjesht do duhet të shohin, do të bashkohen me Sali Berishën për të bllokuar parlamentin apo do të tërhiqen në një pozicion më komod duke lënë drejtësinë të bëjë punën e saj. Kjo është ende e paqartë, sa i takon pastaj parlamentit. Ne nuk presim për momentin të ketë ndonjë mbledhje të Këshillit të Mandateve për të shqyrtuar lejimin apo jo të kufizimit të lirisë Sali Berishës. Aq sa mund quhet kufizim lirie, detyrim për paraqitje dhe mos lejimi për dalje jashtë Shqipërisë. Megjithatë, nëse drejtësia do të ndryshojë qasje
në të ardhmen për të kërkuar edhe një mandat autorizues nga parlamenti. Kjo mund të bëj edhe më të nxehtë situatën në parlament, sepse edhe pse Berisha thot sot shkonin në parlament, ktheheni në rrugët kushtetuese, kërkonin nga parlamenti leje dhe unë jam i hapur, asnjë nga ne nuk pret që Sali Berisha atë ditën që do vinë në parlament çështja e tij të shkojë të votoj pro lejimit të tij që të kufizohet. Ajo që ne presim është krejt e kundërta, që nëse në parlament vjen një kërkesë e tillë, Berisha dhe besnikët e tij ta bëjnë të pamundur një seancë të ngjashme, duke e quajtur një sulm politik dhe një mekanizëm politik kundër opozitës. Kështu që do duhet të shohim nesër në fakt se si do të veprojë gjykata speciale. Nëse gjykata do të vazhdojë të mendojë që nuk ka nevojë për leje nga parlamenti, edhe pse këtu kushtetuta thotë qartë që çdo deputet do duhet që për çdo kufizim, çdo lloj forme kufizimi të lirisë të merret autorizim nga parlamenti. Nëse kjo ndryshon dhe gjykata vjen në kuvend, do të shohim një situatë më të nxehtë, po zor se mund të besojmë që mazhoranca do të nënshtrohet agresionit të opozitës. Ka patur një rast, do ta kujtoj këtu, kur ka qenë Jozefina Topalli, kryetare e parlamentit, dhe në atë kohë Ilir Meta krijonte rrëmuja duke krijuar një situatë bllokuese në parlament. Zonja Topalli e la Ilir Metën në sallën plenare, i mori deputetët e saj, atëherë ishin mazhorancë demokratët, i çojnë kryesinë e kuvendit dhe zhvilloi seancë plenare aty, e pa shqetësuar, duke marrë vendime që duheshin marrë. Pra, duke thënë, duhet sqarohet dhe duke thënë që opozita është e gatshme të ketë një aksion refraktar në parlament dhe bllokues, nuk duhet të kuptohet se do të bllokojë vendimarrjen për të dhënë leje SPAK-u dhe gjykata speciale të kufizojë udhëtimet jashtë shtetit Sali Berishës dhe detyrimet e tij për t'u paraqitur. Por së pari duhet presim ditën e nesërme për të parë nëse ai shkon apo jo personalisht aty ku ka detyrimin për të shkuar sipas vendimit të gjykatës në SPAK. Faleminderit për gjithë përmbledhjet dhe detajet e Siona Ekonomi. Ndërkohë, në vazhdën e këtyre zhvillimeve, ajo që pritej në fakt ishte që të kishte një reagim nga zyrtari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ndodhej në Dibër, por me sa duket ai vendosi të hesht për të gjitha këto akuza që rëndojnë tashmë nga ana e SPAK mbi babain e tij politik, ka heshtur dhe në këtë takim në Dibër ka folur vetëm për reformën zgjedhore. Pak orë pasi Sali Berisha mori goditje nga drejtësia dhe u vu zyrtarisht në akuzën për korrupsion, Lulzim Basha u shfaq në Dibër. Deputet të emëruar nga kryetarët e partisë. Por sikur asgjë të mos kishte ndodhur, Basha shpalosi vizionin e tij për reformën zgjedhore, duke zhgënjur këdo që priste që kryetari i demokratëve të rreshtohej për krah drejtësisë. Të nxisim të bëjmë pjesë e kësaj rruge të re që kemi nisur, jo për veten tonë. As thjesht dhe vetëm për demokratët dhe Partinë Demokratike, po për gjithë shqiptarët. Si mund të nxisim të bëhen pjesë? Si mund të nxisim të bëhen pjesë shqiptarët të zgjedhin dhe të kërkojnë të zgjidhen për të përfaqësuar më të mirën, interesin më të mirë qytetarëve në parlament. Basha e përjashtoi Berishën nga grupi parlamentar 2 vite më parë, sepse Shtetet e Bashkuara e përcaktuan të korruptuar. Aso kohe nuk nguroi të fliste, e madje ftoi drejtësinë që të tregonte të vërtetën. Tani që drejtësia foli me zë të lartë, fjalët i ikën Bashës. Po përse hesht Lulzim Basha, njeriu që sot kërkon edhe vettingun e politikanëve. Për këtë mjafton t'i kthesh dosje së gjykatës për Sali Berishën dhe ja marr Bërmalltezin për kompleksin Partizani. Po kushtu Bashkia e Tiranës e drejtuar prej korrikut 2011 deri në korrik 2015 nga shtetësi Lulzim Basha, e ka pajisur me lejen zhvillimore për ndërtimin e 17 kullave, shoqërinë Home Plan SHPK. Për këtë shkak ngrihen dyshime mbi ekzistencën e veprës penale të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm dhe korrupsionit. Sipas kallëzuesit, fakti që shtetësi Jamar Bërmalltezi është lidhje afërt e kryeministrit të kohës ka shkaktuar këtë lloj ecurie. Ata që ngren zërin. Tani të paktën e dim se përse Lulzim Basha hesht. Heshtja e tij është kuptim plot. Po aq sa firma e tij në dhënien e lejes mbi kompleksin Partizani, mbi dokumenta të falsifikuara dhe që sollën pasurimin brenda natës të Jamar Bërmalltezit me 5 milion euro. Ilir Meta ka reaguar sot lidhur me marrjen në hetim nga ana e SPAK të Sali Berishës. Meta ka cilësuar një urdhër politik për të intimiduar opozitën, masën e sigurisë vendosur ndaj Sali Berishës lidhur me aferën e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Ilir Meta i ka dalë në krap bashkëpunëtorët e tij të vjetër Sali Berisha, duke i quajtur drejtësi me regji politike atë çfarë SPAK-u bëri ndaj familjes së ish kryeministrit. Drejtësia me regji ka ndërmarrë veprimet e saj antikushtetuese dhe të paligjshme ndaj kryetarit të Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha,
me urdhër politik të Edi Ramës. Edhe kreu i Partisë së Lirisë thotë se është shkelur ligji, duke u dhënë një masë sigurie pa marrë më herët leje nga parlamenti. Këto veprime që kanë shkelur me këmbë edhe Parlamentin e Shqipërisë kërkojnë shmangjen e vëmendjes nga korrupsioni dhe përgjegjësitë shumë të rënda personale të Edi Ramës për aferën e inceneratorëve dhe mjaft aferave të tjera qindra milionëshe. Njëjtë si Sali Berisha, edhe Meta, thotë se qëllimi i vërtet i veprimit të drejtësisë është të mbrohet kryeministri. Qëllimi politik i vetëm është shantazhi dhe intimidimi i opozitës, e cila po denoncon me këmbgulje të vërtetat shumë të hidhura të korrupsionit mafios të qeverisë. Ilir Meta bëhet i pari kryetari i një partie opozitare që i del Berishës në krah në këto momente. Njëjtë siç Berisha në vitin 2011 i ndenjë në krah Ilir Metës, kur u akuzua si i përfshirë në një video skandal që provonte një aferë korruptive. Ndërkohë, prokuroria e posaçme ka zbardhur vepra penale mbi cilat rëndojnë akuzat ndaj ish kryeministrit Sali Berisha. Sipas SPAK, Berisha, në cilësinë e tij si kryeministër, ka ndryshuar ligjet në favor të dhëndrit të tij, Amar Bërmaltezi, i cili ka përfituar 5.4 milion euro vetëm nga kthimi i pronës së ushtrisë në trull ndërtimi, por jo vetëm. SPAK thotë gjithashtu se Berisha ka ushtruar presion mbi administratën për të përshpejtuar mbylljen e procedurave të privatizimit të kompleksit Partizani. Sali Berisha ka pasur një rol të rëndësishëm në privatizimin e ish kompleksit Partizani, duke ndërhyrë në ndryshimin e akteve ligjore në fuqi, të cilat janë përshtatur për të përfunduar sa më parë këtë proces. Prokuroria e posaçme ka zbardhur akuzat për ish kryeministrin Sali Berisha, ku theksohet se ka konsumuar veprat penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, në bashkëpunim me dhëndrin e tij Amar Bërmaltezi. Nga ana e shtetasit Sali Berisha në cilësinë e tij si kryeministër i Republikës së Shqipërisë, janë kryer veprime konkrete dhe aktive në miratim ligjesh apo aktesh nënligjore, me qëllim përshtatjen e tyre sipas nevojave që paraqiteshin për 5 familjet e njohura pronare, ku fituesi drejt për drejt ndër të tjerë rezultonte të ishte bashkëshorti i vajzës së tij, shtetësi Amar Bërmaltezi. Në njoftim thuhet se Sali Berisha, i cili në atë kohë mbante postin e kryeministrit, ka ushtruar presion ndaj administratës për përfundimin sa më parë të procedurave të privatizimit, nga i cili dhëndri i tij ka përfituar rreth 5.4 milion euro. Nga ana e shtetësit Sali Berisha në cilësinë e tij si kryeministër i Republikës së Shqipërisë, janë kryer veprime aktive për kryerjen e kontrolleve administrative me qëllimin e ushtrimit të presionit dhe dhënien e urdhrave konkret për konkludimin e procedurave të privatizimit në favor ndër të tjerë edhe të shtetasit Amar Bërmaltezi, bashkëshorti i vajzës së tij. Dhëndri i Sali Berishës, Amar Bërmaltezi, u arrestua në Rinas teksa kishte dalë të priste gruan e tij Argita Maltezi që vinte nga Gjermania. Në videon e siguruar nga ABC News, shihen 3 oficerë të policisë pa uniform, të cilët ju afruan Amar Bërmaltezit në zonën e jashtme të aeroportit, në pjesën e hyrjes kryesore duke e shoqëruar më pas me një automjet. Dhëndri ish kryeministrit Sali Berisha u arrestua mbrëmjen e së shtunës me urdhër të prokurorisë me akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave për ish kryeministrin Berisha. Gjykata caktoi masën e detyrimit për t'u paraqitur në prokurori dhe bllokim të pasaportës për të mos dalja shtetit. Pas arrestimit për korrupsion të Amar Bërmaltezi, gjykata e posaçme ka vendosur sekuestro ndaj disa pasurive, jo vetëm të dhëndrit të ish kryeministrit, por edhe vajzës së tij Argita Berisha. Gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurimit pasuror sekuestro preventive për 16 pasuri të palueshme në pronësi të Amar Bërmaltezit, 6 llogari bankare në euro, dollar dhe lek, po në emër të tij, si dhe kuotat e kapitalit themeltar në shoqëritë Homplan SHPK 45% e kuotave, Magnet Imo SHPK 100% e kuotave dhe Magnet Gym and Fit 60% e kuotave. Kjo masë do të jetë në fuqi deri në përfundim të procesit gjyqësor. Po ndihni newshour, ndalemi tek zhvillimet e konfliktit Izrael-Hamas. Rinisin ndihmat humanitare në Gaza, ndërkohë që situata atje sa vjen dhe bëhet më kritike. Këtë të diel, 17 kamion në pikën kufitare me rripin e Gazës po transportojnë ndihma drejt kamionëve palestinez. Ndërkohë gjatë orëve të fundit, ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet në Gaza, duke goditur jo vetëm Hamasin, por edhe grupet e tjera mbështetëse nga vendet fqinje.
Forcat izraelite kanë intensifikuar sulmet në Gaza duke vrarë të paktën 55 persona për gjatorëve të fundit, sipas asaj që raporton grupi militant palestinez Hamas. Forcat e mbrojtjes izraelite nuk po godasin vetëm Hamasin palestinez dhe rripin e Gazës, por edhe grupe të tjera militante nga vendet fqinje. Raketat izraelite kanë goditur për gjatorëve të fundit 2 aeroporte në Siri duke lënë të vrarë të paktën 2 punonjës të aeroporteve ndërkombëtare të Damaskut dhe Alepos. Forcat e mbrojtjes izraelite janë përplasur edhe me grupin Hezbollah në Libanin Jugor, një grup ky i mbështetur ushtarakisht nga Irani. Grupi Hezbollah ka deklaruar se 6 luftëtar të tyre kanë mbetur të vrarë. Tel Avivi zyrtar thotë se kanë goditur edhe xhamin Al Ansar në bregun perëndimor pasi sipas tyre, kjo xhami shërbente si një strehimore e militantëve të grupit palestinez Hamas. Izraeli ka deklaruar se do ta shpërsojë bombardimet në rripin e Gazës, ndërsa thotë se numri i personave që janë marrë peng nga Hamasi palestinez është rritur në 212 persona. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka deklaruar se shpreson që këtë të diel të ketë një autokolon të dytë ndihmash që do të hynë në Gaza, ndërsa atje situata është katastrofike. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se janë 17 kamion në pikën kufitare me rripin e Gazës, që po transportojnë ndihmat drejt kamionëve palestinez, pasi Egjipti hapi pikën kufitare Rafah. Shtetet e Bashkuara janë të vendosura të vijojnë me dhënien e ndihmave ushtarake për Izraelin. Washingtoni njoftoi se po dërgon sistemet mbrojtjes raketore THAAD dhe disa sisteme raketash Patriot që shërbejnë për rrëzimin e raketave me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi. Washingtoni ka vendosur tani më një sasi të konsiderueshme fuqi jetëtare në lindjen e mesme javët e fundit, duke përfshirë 2 aeroplan mbajtëse anijet e tyre mbështetëse dhe rreth 2000 trupa ushtarak. I morën peng të birin që prej sulmit të parë të Hamas në Izrael, nëna e një 23 vjeçari rrëfen ankthin që po përjeton gjatë këtyre ditëve pritjeje. Amerikano-izraelitja thotë se po jeton në një univers paralel. Djali i saj ishte një ndër personat e rrëmbyer përgjatë festivalit Supernova dhe nëna ka treguar se ëndra e 23 vjeçarit ishte që ai të shëtiste botën. Për Rachel Goldberg, nëna e një shtetësi amerikano-izraelit 23 vjeç që është marrë peng nga grupi militant palestinez Hamas, e gjitha kjo që po i ndodh është si t'jetonte në një univers paralel. Për Associated Press ajo ka rrëfyer dhimbjen që po e gërryen çdo ditë më shumë pasi mori vesh se djali i saj, Hersh Goldberg Polen, ishte në mesin e personave të plagosur dhe të rrëmbyer nga ky grup militantësh. Ne lutemi çdo ditë që dikush ta çojë djalin tonë në një spital. Pas ju informuam se ai ishte plagosur. Shpresojmë që ai të jetë mirë dhe të mos ketë gjakderdhje. Uroj që pengjet të lirohen sa më shpejt, pasi unë jetoj me frikën se i mbir mund të vdes. Nëna e 23 vjeçarit tregon se përgjatë ditëve lutet për të dhe se është munduar të komunikojë me të birin. Gjatë ditës i them atij se e dua dhe se duhet të bëhet i fortë. Ai duhet të mbijetojë. I them se e dua shumë dhe kur ndonjëherë ndihem e dobët i them vetes se duhet të bëhem e fortë për të. Kam nevojë për ti mbir. Rachel Goldberg, e cila tregoi për Associated Press se djali i saj ishte një ndër personat e rrëmbyer përgjatë festivalit Supernova, ka treguar se ëndra e 23 vjeçarit ishte që të shëtiste botën. Që kur ishte i vogël, ai kishte planifikuar një udhtim të gjatë rreth botës. Ai ka bërë çdo lloj pune përgjatë viteve të fundit në mënyrë që të kursente para. Ka bërë çdo punë që i ka dalë përpara. Ai ka një bilet për në Indi në dhjetor. Ka qenë ëndra e tij që në klasë të parë. Ne jemi ende të emocionuar për ëndrat e tij. Shpresoj që i mbir të ketë mundësinë të bëjë këtë udhtim, edhe pse tani më ka mbetur vetëm me një dorë. Nëna e 23 vjeçarit ka rrëfyer se jeton për ditën që do të dëgjoj frazën se i biri do të kthehet në shtëpi. Sipas forcave të mbrojtjes izraelite, grupi militant Hamas po mban peng më shumë se 212 persona që prej nisjes së sulmit të 7 tetorit. Familja Reçi, e dyshuar për vrasjen e Martin Bardhit në Rrëshen, në muajin shtator ka hedhur poshtë akuzat. Në një deklarat për mediat, ka mohuar që të ketë lidhje me këtë ngjarje, edhe pse kanë pasur konflikt me këtë familje. Ata shprehin se gjithçka është lënë në dorë të drejtësisë.
Familja Reqi e dyshuar nga policia për vrasjen e Martin Bardhit në Rrëshen ka thyer heshtjen duke folur për krimin e rënd që tronditi qytetin në fund të muajit shtator. Martin Reqi, vëllai i Kastriot dhe Gasper Reqi, të vrarë më herët, ka mohuar që ofisi i tij të ketë lidhje me ngjarjen dhe këtë e ka bërë të ditur edhe para organeve të hetimit. Konflikti mes Sajmir Reqit dhe familjes Bardhi në muajin mars të këtij viti është një çështje që i është lënë në dorë drejtësisë, thot Martin Reqi. Ju deklaroj se fisi Reqi nuk ka asnjë lloj lidhje me ngjarjen e ndodhur kohët e fundit në Rrëshen. Dhe ne të gjithë njerëzit e mi që janë të familjes time kanë qenë në vendodhjet e tyre të deklaruara edhe në organet e policisë. Interpretimet e ndryshme duke lidhur emrin ton me këtë ngjarje po na fusin në konflikte të paqona, shprehet Martin Reqi, i cili inkurajon organet e drejtësisë që të zbardhin krimin e rënd. Në organet e drejtësisë kërkoj zbardhjen e çështjes dhe të vendosen para drejtësisë ato që kanë bërë ngjarjen dhe mos ketë aludime ndaj njerëzve që nuk ka, edhe ndaj familjes time që nuk ka borxh në këtë problem. Që për ngjarjes së fundit, policia ka ushtruar 2 herë kontrolle në banesën e familjes së Reqi në Rrëshen, por nuk ka gjetur asgjë të kundraligjshme, teksa shpreh rezerva për veprimet e policisë. Martin Reqi thot se kamerat e sigurisë kanë qenë të vendosura për kontrollin e biznesit të tij dhe për asnjë qëllim tjetër. Me kanë ardhur vetë punonjësit e policisë në lokale dhe me kanë thënë, duhet të vendosësh kamerat e sigurisë për ndonjë vjedhje ose ndonjë keqbërje të lokalit, sipas ligjit. Martin Bardhi u ekzekutua me armë zjarri paraditën e 26 shtatorit teksa po pinte kafe në lokalin në pronësi të tij në Rrëshen. Nga breshëria e plumbave mbetën të plagosur edhe 3 persona të tjerë të cilët ishin nën shoqërinë e viktimës, ndërsa autorët e ngjarjes ishin 2 persona të maskuar, të cilët u larguan me një Ford e cila u gjet më pas e djegur në fshatin Gziq të Mirditës. Lihet në burg 36 vjeçari i cili pak ditë më parë nën efektin e drogës plagosi me së pat 2 persona në pazarin e Korçës. Avokati i tij thotë se deklarimet në gjykatë të Jonis Mazllëmit kanë qenë produkti halucinacioneve. Ai ka deklaruar se 2 personat i plagosi pasi e përndiqnin dhe donin ta helmonin. 36 vjeçari Jonis Mazllëmi, i cili plagosi me së pat pak ditë më parë në pazarin e Korçës një grua 52 vjeçare dhe një 60 vjeçar, është lënë në burg nga gjykata e Korçës. Në seancën për caktimin e masës së sigurisë, prokuroria kërkoi arrest me burg për Mazllëmin, kërkesë që u pranua nga gjykata. Avokati mbrojtës i caktuar i 36 vjeçarit kërkoi si mas sigurimi atë të shtrimit të detyruar në spital, por kërkesa u rrëzua nga gjykata për shkak të mungesës së dokumentacionit që vërtetonte problemet me shëndetin mendor të autorit. Sipas avokatit mbrojtës, deklarimet e Jonis Mazllëmit në gjykat ishin produkti halucinacioneve. 36 vjeçari pretendonte se 2 personat që plagosi e përndiqnin dhe do e helmonin për shkak të një pasurie të madhe që i kishte lënë gjyshi. Pikërisht për shkak të frikës për helmim, 36 vjeçari kishte plot 10 ditë pa ngrënë ushqim. Pavarësisht vendimit të gjykatës që shtrimi i detyruar nuk u dha për arsye dokumentacioni, kur gjendja e tij është e dukshme anormale, do të mbahet në ambientet e burgut i veçuar dhe do kërkohet në ditët e ardhshme një ekzaminim mjekësor për gjendjen e shëndetit të tij mendor. Jonis Mazllëmi ishte përdorues i hershëm i drogës dhe prej 2 vitesh nuk merrte mjekim as për varësinë nga lëndët narkotike, as për problemet me shëndetin mendor.
Edhe unë stoli në rezervave për 90 minuta. Ato nuk e ndaloj dot, por ama kam një mënyrë smart për të parë TV. One TV, bëje televizori smart. Tashmë me një ndërfaqe të personalizuar, ku mund të krijosh profilin tënd, edhe të shijosh eksperiencën e platformës më të re televizive me emisionet, filmat dhe serialet e tu të preferuar në laptop, tablet apo në smartphone. Merre situatën në dorë, ndalo, rifillo, regjistro apo rikthe pa humbur asnjë moment. Hap librarinë e filmave dhe zgjidh pa kosto ekstra për çdo moshë dhe kategori, ose shkarko aplikacionet e preferuara, të gjitha me një telekomandë të vetme. Ups, more karton të kuq. Ky është një alarm zgjimi për studentët që kanë mbaruar gjimnazet dhe janë ende në dilema për karrierën e tyre. Mendoni mirë. A ja vlen tek pa perspektivë dhe me treg të ngushtë ose të ezauruar pune? A ja vlen shpenzimi i kohës në deg sa për të marrë një diplomë e që nuk do sjell të ardhurat mjaftueshme? Ndërsa mendojeni, po ju ndriçojmë pak. Pse duhet të zgjidhni Akademinë La Grif? Kurrikul me program mësimor dhe diploma italiane. Pas formimit në La Grif, studentët janë gati për tregun e punës në Shqipëri dhe kudo në botë. Ky treg kërkon vazhdimisht njerëz të aftë në industrinë e modës në të gjitha nëndegët e saj. Kushte të shkëlqyera mësimdhënie me standarde ndërkombëtare. Diplomim në Milano, qendrën europiane të modës. Pedagog shqiptar dhe të huaj. La Grif formon studentët në degët më të kërkuara të momentit. Shpërbleni pasionin tuaj me investimin më të mirë në La Grif. Qendra okulistikës në Spitalin Amerikan 1, me eksperiencë 14 vjeçare në trajtimin e keratokonusit, strabizmit, kirurgjisë së kataraktit, transplantit të kornes dhe glaukomës, e pajisur me aparaturat e teknologjisë së fundit, aplikon metodat më moderne të trajnimit të diabetit në sy, kirurgjisë së vitroretinës dhe plastikave okulare. Drejtuar nga doktoresh Teuta Haveri, Qendra okulistikës në Spitalin Amerikan 1 mbulon të gjithë gamën e patologjive të syrit, nga vizitat rutinë në ndërhyrjet më komplekse. Hapur çdo ditë, jemi në shërbimin tuaj për të gjitha problemet e syrit. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Po ndiqni NewsHour. Rusia vijon sulmet ndaj Ukrainës. Në orët e fundit, forcat ruse kanë goditur rajonin e Kharkivit, duke vrarë të paktën 6 persona dhe duke lënë plagosur 16 të tjerë. Të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe 16 të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë e sulmit me raketa ruse në rajonin verelindor të Ukrainës, Kharkiv. Në mesin e 16 plagosurve, 7 prej tyre janë në gjendje të rëndë për jetën. Sulmi ka ndodhur ndaj një godine që shërbente si qendër e shpërndarjes së postës, ndërsa shumica e viktimave ishin punonjës të këtij institucioni. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka publikuar një video nga vendodhja e këtij sulmi ku tregohet ndërtesa e dëmtuar. Kharkivi, qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, është shënjestruar nga sulmet ruse që prej ditëve të para të nisjes së luftës. Përgjatë ditëve të fundit, trupat ukrainase që vijojnë kundër ofensivën e tyre janë përballur me sulme aktive nga ushtria ruse, e cila synon që të pushtojë qytetin Avdivka. Në luftimet e ashpra si Ukraina ashtu edhe Rusia po humbasin municione dhe pajisje të artillerisë së rënd. Në kundërofensivën e tyre, forcat ukrainase kanë përdorur dronë të ndryshëm për të kryer sulme ajrore në mënyrë që të mund të dobësonin pozitat e ushtrisë ruse. Kievi është friksuar përgjatë ditëve të fundit pas vendimit të Kinës për të vendosur kufizimin në eksportin e dronëve. Kjo pasi shumica e dronëve ushtarak
Blihen nga Kina dhe më pas aleatët perëndimor i dërgojnë ato drejt Ukrainës si ndihmë ushtarake. Sipas Britanisë Madhe, në luftën kundër Rusisë, Ukraina po humb rreth 10.000 dronë në muaj. Prej kohësh Ukraina ju ka bërë thirrje aleatëve të saj perëndimor dhe Shteteve të Bashkuara që ta furnizojnë atë me municione të reja pasi depot e tyre të armatimeve po boshatisen. Gjatë takimeve me autoritetet vendore në Kalabri, Presidenti i Republikës Bayram Begaj ka marrë premtimin për futje në shkollat e gjuhës arbëreshe. Duke dhënë mbështetjen për çuarje përpara të kësaj nisme, kreu i shtetit vlerësoi solidaritetin e popujve të dy shteteve në çdo periudhë kritike, si dhe rolin e kalabrezëve për ruajtjen e lidhjeve me atë dheun e origjinës. Nxënës ti do të mësojnë gjuhën arbëreshe në shkollat e Kalabrisë. Presidenti Bayram Begaj në ditën e dytë të vizitës në Kozenca të Kalabrisë ndal në Spezzano Albanese, ku prit nga komuniteti arbëresh. Në takimet e zhvilluara me autoritetet vendore, kreu të shtetit ju premtua se së shpejti në shkollat e Kalabrisë do të futet edhe gjuha arbëreshe. Presidenti Begaj vlerësoi solidaritetin e popujve të dy shteteve, si dhe rolin e kalabrezëve për ruajtjen e lidhjeve me atë dheun e origjinës. Komuniteti arbëresh, si dhe ai shqiptar i ardhur dekadat e fundit në Itali, janë treguesi një vazhdimësie të lidhjeve të forta mes Shqipërisë dhe Italisë. Lidhjet e fuqishme historike, kulturore e njerëzore duhet i përkthejmë edhe në një bashkëpunim më të gjerë dypalësh, me fokus bashkëpunimin ekonomik në sektorët e prodhimit, të tregtisë, të produkteve cilësore, agro-ushqimore dhe padyshim, në thellimin e shkëmbimeve kulturore, arsimore, sociale e më gjerë. Presidenti Begaj nderoi me dekoratën e lartë Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Institutin Rajonal të Komunitetit Arbëresh të Kalabrisë, për kontributin që ky institut po jep për ruajtjen, mbështetjen e promovimin e gjuhës, kulturës dhe traditave arbëreshe. Dhe përfundon këtu NewsHour me mua si për Abidrin, por për çdo informacion mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përdiqoni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në valë të radios në frekuencën 105 FM. Balkan Files vjen vetëm pas pak. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.